Unë jam njeri politik, jemi të gjithë njerëz politik, e ndjek më shumë se sa njeri politik. E ndjek edhe programin tënd, ndoshta më shumë se ti e di, apo që komunikojmë me njëri tjetrin. Më intereson politika, më acaron shpesh, më zgënjen gjithmonë. Por e kam bërë një lëvizje, me thënë drejtën, se shpesh më ftonin për debate në politikë, në këto gjërat, sepse politika vetë ka degeneruar, mendoj. Është në vaj me det në këto momente. Pa hequr asgjë nga kontributet e shumë njerëzve inteligjente me integritet që janë pjesë e politikës. Unë nuk bëj këtë futje në gjithëve në një kazan për të përdorur një term të përdorur. Por thënë kjo është bërë shumë bajate e pa honepshme, por gjithsesi në distancë jam duke e parë se çfarë ndodh. Më shumë ke influencë apo më pak në mendjet e njerëzve tani? Duke ju shkëputur pak politikës. Është një gjë që do ta diskutoj pas teje në një formë më monologu, domethënë këtë gjë. Mendoj se po, ajo që kam vënë re, Grida, është se njerëzit kanë nevojë. Një gjë që më ka shtyrë që ta bëj këtë gjë, duke folur për stoicizmin, për spiritualizmin, për etikën e njerëzit, për gjëra që kanë vërtet rëndësi, që nuk janë as peliçe, as makina, as vila, as gjëra që mund t'i posedosh, domethënë të zotrosh, se çështja është që ato të zotrojnë ty nga ana tjetër. Kam parë që ka një uri, kam marrë shumë reagim nga njerëz që më thonë që na ke ndihmuar. Ti nuk ke idenë, më thonë, se sa ti na ndihmon, sa e rëndësishëm je për jetën time. Dhe unë nuk i njoh këta njerëz, nuk i di as ku jetojnë, as kush janë realisht, edhe shumë mesazhe si kam lexuar dot, sepse nuk më vijnë direkt, se janë të njohurit e mi, por e kam parë që ka një uri të madhe për udhëheqësi, po jo të atij tipi që nënkupton një parti politike, apo dikush që synon të bëhet ministër, apo deputet, apo çfarë do qoftë në këtë kostumet që ne veshim në jetën publike. Njerëzit kanë nevojë për vërtetësi. Njerëzit kanë nevojë për të ndarë edhe një moment delikat, edhe një moment vështirësie, edhe një moment kur unë flas se si kam humbur ti me më, se të gjithë herët apo vonë humbasim njerëz të dashur. Domethënë ajo çfarë ne na bën njerëz është më e rëndësishme se ajo që ne na bën demokrat apo socialist apo sidoqoftë. Centrist apo shumë unë e shikoj ndonjëherë edhe me keqardhje, jo pikëllim, po keqardhje, se sa akoma shumë kohë i kushtohet disa njerëzve të cilët nuk e meritojnë gjithë këtë vëmendje.